Në këtë pikë, në këtë kafenej që mban emrin Orient Express, ishte në fakt pika e fundit e njërës prej linjave të trenit, linjave hekurudhore më të famshme të historisë së globit. Në stacionin Sirkiçi të Stambollit, në zonën e Bririt të Artë, ishte stacioni i fundit i treni, i cili në historinë e globit njihet si më i famshmi dhe më i bujshmi, Orient Express. Në 1883, Orient Express, pra treni i cili do lidhte ekstremin e Europës perëndimore me pjesën më ekstreme të lindjes së Europës dhe fillimin e Azisë, bëri rrugën e tij të parë. U nis nga Gare de l'Est në Paris dhe mbriti në Sirkiçi mbas një udhëtimi që zgjathe disa ditë. Në fillim udhëtimi ecste përmes Miniut, Venecias, Bukureshtit, Sofjes dhe mbriti deri në Stamboll. Stacioni i trenit Sirkiçi u ngrit në fakt për nder të Orient Expressit, i cili solli në perëndorinë osmane të asaj kohe disa nga figurat më të rëndësishme të globit, si tyre Ernest Hemingway, Agatha Christie, Winston Churchill, si dhe personazhe të tjerë deri tek personazhet më pak të njohur. Në Orient Express, Agatha Christie shkruajti librin e saj të famshëm Vrasja në Orient Express ose Murder in Orient Express, i cili u bë një nga librat më të lexuar të kohës së saj. Dhe njëkohësisht Orient Expressi është bërë subjekti shumë prej filmave dhe librave të mëvonshëm, pra ka frymzuar një pjesë të rëndësishme të artit botror. Të gjithë pasagerët që vinë në stacionin Sirkiçi, që është ky që po shihni këtu, drejtoheshin drejt Pera Palace Hoteli, i cili ishte hoteli i parë luksos dhe i standardeve europiane i ndërtuar në perëndorinë osmane. Orient Expressi vijoi udhëtimin e tij që prej vitit 1883 deri në vitin 2009 në periudha të rregullta me 4 deri në 40 vagona. Ndërkohë, në vitin 2009 ai e ndaloi linjën e rregullt dhe u kthye në një tren luksi, i cili vijon sot të udhtoj nga Parisi drejt Venecias dhe nga Parisi edhe drejt Stambollit në raste më të rralla, pra në një prej rrugëve më të famshme të historisë globit. Orient Express nga Parisi Gare de l'Est në stacionin e Sirkiçis në këtë zonë të Stambollit. Stacion i cili ruan ende, nuk e di nëse është hapur, shkëlqimin e një salle ku duhet mbrinin pasagerët e Orient Expressit. Është kjo sallë që sot nuk ka as drita të hapura, por me dekorimet dhe me vitrazhet e xhamave të mrekullueshme. Është gjithçka mbetet nga shkëlqimi i Orient Expressit të shekullit të 19 dhe 20.